njerëzit bëjnë shumë sakrifica për të ndërtuar pasuri këtu në tokë. Po pse nuk sakrifikojnë, të ndërtojnë marrëdhënien e tyre tek Zoti? Shumë njerëz grumbullojnë, bëjnë shtëpi, bëjnë gjithçka në këtë botë dhe nuk përgatiten të bëhen gati për mbretërinë e Perëndis. Ai që do të jetë mik i botës bëhet armik i Perëndis. Ti për çfarë je thirrur, të bëhesh mik me botën apo mik me Perëndin? Kush është pozicioni yt? Kujt i shërben? Nga frytet do të njihni, thot fjala e Perëndis. Kush janë frytet? Për atë njeri, që është mik i Perëndis, të gjitha frytet e frymës së shenjtë. Ja pse farisejt nuk mund të kuptonin dot, ata që dërgoheshin nga lart, sepse ata i prisnin të vinin me pasuri tokësore, kurse pasuria e tyre ishte pasuri qellore, që nuk mund ta shikoje me sy fizik. Duhet të jetosh në frymë që të shohësh pasurinë qellore. Përndryshe, nuk mund ta shohësh. Pasuria e qiellit nuk është për ata që vrapojnë të pasurohen në këtë botë, por është për ata që vrapojnë të pasurohen për qiellin. Mbushe zemrën tënde me pasurinë e qiellit.